Unë për para ka qenë fshat i madh fatkeqësisht, ka pas shumë njerëz. Ardhen e demokracisë, më sa fillon po lëvizin një ikën, kush në për qytetet e kush në emigrim. Tani kemi ngelur ne që jemi këtu, po thotë të rinj s'ka fare, mund të jem 4-5 veta, Në gjithë fshatin. gjithë fshatin. S'ka. Jo dhe, na dy për shpirat, plejt, ne vim vërdall këtu që punojmë me ullirin. Me sa shikoj ti ke edhe një biznes standing këtu. Sepse e shoh që ke mbyllur. Mbyllur, s'ka. Nuk ka, është mbyllur. S'ka njerëz më çfarë do bëj biznes. Mbyllur. Po si e siguroni jetesën? Ja, me ullirin, emigrim, vem andejna 2 muaj, 3 muaj, vim këtej me ullirin, çfarë të bëj? Po me ullirin apo dhe me prodhimet e tjera bujqësore, si a bini? S'ka, këtu vetëm ulliri ka. Vetëm ulliri është. Ja vetëm me gruan që mbledh ullim. S'ka një. Po pjesa tjetër e fshatit? Po thënë përgjithësi kështu është. Përgjithësi kështu janë. Dasma janë bërë vitet e fundit? Jo, po bën vite. Të paktën bëj 15 vjet jo një. Dasma. Jo, le keni humbur traditën e dasmës. Këtu, pavarësisht se çunat kanë ikur gjithë në emigrim, po mund të ketë të bëj 25-30 çuna të martuar. Sipas jush, cilat janë shkaqet që ju jeni në një situatë? Shkaqet tani dihen. Njëra para rruga, që shpresojmë, më thënë e bëjnë tani. E dyta që uji erdhi, një vjet ka uj, nuk kemi qami tani. Të tjera të punë e bujqësisë tani e bën ullirin me mbledh, e bën vaj, ngelet vaj në shtëpi nuk shitet. Ku do shojmë? Fabrika se merr. Ku do shojmë? Me fjalë, situata është në limitet e S'po do shteti, po vjen shteti grumbullon dhe vrapaj, ata që kisha 3-4 kujtal val, 5 kujtal, ta kisha sigurt, ta shqis janë fabrikë, ishte gjë e mirë. Të ardhurat e tjera përveç po themi bujqësisë dhe emigrimit? S'ka, nuk ka të tjera. S'ka të ardhur të tjera. Emri si kishe? Dashnorago. Dashnorago.